Në një kohë kur teknologjia shpesh e largon vëmendjen nga libri, ekzistojnë iniciativa që e rikthejnë leximin në qendër të edukimit dhe formimit njerëzor. Një prej tyre është Klubi Leximor Bashkimi, një projekt i shoqatës kulturore Vizioni M, i cili edhe këtë vit vazhdon rrugtimin e tij drejt dijes, kulturës dhe formimit të brezave të rinj. Ky klub nuk është vetëm një hapësirë leximi, por një vend ku fëmijët mësojnë të mendojnë, të reflektojnë dhe të shprehen lirshëm përmes librit. Klubi Leximor Bashkimi është themeluar në vitin 2018, duke nisur fillimisht në shkollat fillore të qytetit të Kumanovës. Me kalimin e viteve, projekti është zgjeruar edhe në Shkup dhe Tetov, duke u shndruar në një model të suksesshëm bashkëpunimi mes shkollave dhe shoqërisë civile. Në vitin akademik 2025-2026, klubi vazhdon aktivitetin në gjuhën shqipe dhe turke, duke përfshirë nxënës të klasave 6, 7, 8 dhe 9, me mbi 520 nxënës pjesëmarrës aktiv. Aktivitetet zhvillohen në Shkollën Fillore Komunale Dituria Likov, Shkollën Fillore Komunale Bajram Shabani Kumanov, Shkollën Fillore Komunale Toli Zordumis Kumanov, Shkollën Fillore Komunale Liria Shkup, Shkollën Fillore Komunale Penko Shkup, Shkollën Fillore Komunale Tefejus Shkup, Shkollën Fillore Komunale Gjergj Kastrioti Skenderbeu, Poroj Gjepqisht Gjerm, Shkollën Fillore Komunale Abdyl Frashëri Bogovin, Shkollën Fillore Komunale Naim Frashëri Kumanov. Përmes leximit të lektyrave shkollore dhe diskutimeve të strukturuara, nxënësit jo vetëm që përmirësojnë aftësinë e tyre gjuhësore, por zhvillojnë edhe mendimin kritik, bashkëpunimin dhe kulturën e dialogut. Përshëndetje, unë jam Rajna Shabani, nxënës e klasës 6, pranë shkollës fillore komunale Petar Zarkovski Penko. Ne si nxënës ndjehemi shumë të lumtur që kemi marrë pjesë në klubin Leximor Bashkimi, i cili zhvillohet në kuadër të shoqatës kulturore Vizioni M. Shprehim mirënjohjen tonë për arsimtarët që na mbështesin vazhdimisht dhe në çdo orë leximi, na pajisin me libra, mjet shkrimi dhe na shpjegojnë fjalët e panjohura. Në klasën e 6-5 kemi lexuar këto vepra: Sarajt e bardha, Shpella e piratëve, Dy drama, Fjalët e qiririt, Ditari i jetës së shkurtër, Përgjegjësia. Gjatë pushimeve do të kemi për të lexuar edhe një lektyrë shtesë për të vazhduar zhvillimin tonë në lexim. Pashtu si shkolla dhe si klasë po përgatitemi për garat finale të leximit dhe synimi ynë është të arrijmë rezultata sa më të mira dhe të fitojmë. Ky projekt na ofron me librin dhe na largon nga rrjetje sociale duke përmirësuar komunikimin dhe pasurinë tonë gjuhësore. Përshëndetje, unë jam Nisa Abazi, nxënës e klasës së 8, mësoj në shkollën fillore komunale Petar Zarkovski Penko. Ne si nxënës jemi shumë të lumtur që marrim pjesë në klubin Leximor Bashkimi, e organizuar nga shoqata kulturore Vizion M. Ne i faleminderojmë shumë arsimtarës tonë që na dha këtë mundësi që të marrim pjesë. Lekturat që e kemi lexuar deri tani janë Pas vdekjes për ty, Juvenilia, Tregime, Aventurat e Huckleberryfinit. Gjatë pushimeve dimërore, ne do të lexojmë librin Ditari i jetës së shkaflët. Gjithashtu jemi shumë të kënaqur që marrim pjesë në këtë klub leximor për shkak se gjatë këtij ne mësojmë që të lexojmë më shumë se sa të rrim në rrjetet sociale. Unë jam Rajna Shabani. Unë me shoqet e mia kena krijuar një hamero. Kjo është Erza Guxhufi, Ani Doçi dhe Adia Sinani. Këtu kam bërë si një përmbajtje e veprës romane që është Sarajt e bardha. Këtu është mesazhi dhe këtu është kopertina e lektyrës. Këtu është shtëpia e gjyqës dhe që shkon në fshatë. Këtu është për autorin dhe Pekikajo. Këtu është personazhet kryesorë dhe personazhet tjera. Këtu është një temë dhe ideja. Këtu është Mirusha të qajtur dhe prindërit e tij të përla.
Këtu tregon se si fëmijët kanë guxim dhe mbrojtje dhe si kanë kanë jeta në fshatë dhe më parë neve. Përshëndetje, unë jam Elif Fejzullau dhe jam pranë shkollës Petar Zdravkovski Penko. Jam klasa e 7 dhe jam shumë krenare që përmarr pjesë në këtë klub leximor bashkimi, e cila është zhvilluar nga Vizioni E. Jam edhe gjithashtu mirënjohës për arsimtarë që ta kanë mbështetur vazhdimisht duke na pajisur me libra dhe mjete të ndryshme për leximin. Përshëndetje, unë jam Adea Zeqiri, nxënëse e klasës së 9 e shkollës Petar Zdravkovski Penko. Ne si nxënës jemi shumë të lumtur që marrim pjesë në grupin e leximit bashkimi, i cili realizohet në kuadër të shoqatës Vizion M. Ju falenderohemi edhe arsimtarëve, të cilët na kanë ndihmuar dhe na kanë furnizuar me lapsa dhe libra dhe na ndihmojnë t'i kuptojmë fjalët e panjohura. Përshëndetje, unë jam Eriona Nika dhe së bashku me Adeën dhe Enditin e kemi punuar një amer për lektyrën Dashuria e Talatit me Fitnetin, ku ne kemi shkruar për personazhet kryesor, temën, idenë dhe kulminacionin, gjithashtu edhe për autorin Sami Bej Frashëri. Kemi treguar për mesazhin që na jep kjo lektyrë, ku tregon për dashurinë e Talatit të Fitnetit si një dashuri e pamundur për shkak të zakoneve dhe paragjykimeve të shoqërisë. Përshëndetje, unë quhem Lara Ismaili, jam nxënës e klasës së 8 pranë shkollës fillore komunale Petar Zdravkovski Penko. Po ashtu jam shumë e kënaqur që marr pjesë në klubin leximor bashkimi nga shoqata kulturore Vizioni E. Me veprën që kemi lexuar, e quajtur Aventurat e Huckleberry-Finnit nga autori Mark Twain, kemi bërë një projekt ku kemi paraqitur një përmbledhje të shkurtër të ngjarjes tek lektyra Aventurat e Huckleberry-Finnit. Kemi paraqitur po ashtu dhe personazhet kryesore, kulminacionin, temën dhe po ashtu ideën. Po ashtu mendimin e shoqërave të mia, Rubina Ademi dhe Riga Mehmeti. Pra, sipas informacioneve që ne kemi përmbledhur në këtë projekt, ne kemi nxjerrë një mesazh në këtë vepër, pra secili prej nesh meriton lirinë dhe të drejtat e tij dhe këto nuk guxojnë të kërcënohen. Një shoqëri e padrejtë na tërheq vetëm drejt dëmeve dhe nuk na jep asnjë përfitim. Gjithashtu, ne kemi bërë edhe 2 visatime me simbolet e tyre. Visatimi i parë është tek përmbledhja, është një tram, e cila simbolizon udhëtimet e hakut dhe çimit gjatë lirisë. Gjithashtu kemi bërë edhe lumin e Mississippit me një anë ku është qyteti dhe ana tjetër e kemi një natyrë. Qyteti na simbolizon shoqërinë, kurse natyra na simbolizon lirinë e hakut dhe çimit. Përshëndetje, unë jam Inaja Baftian, nxënës e klasës së 6 pranë shkollës fillore komunale Liria Shkop. Ne si nxënës jemi shumë të lumtur që kemi marrë pjesë në klubin leximor bashkimi i cili realizohet në kuadër të shoqatës Vizioni M. Falenderoj arsimtarët tona që na ndihmojnë dhe në çdo lexim na pajisin me libra dhe lapsa. Përshëndetje, unë jam Jona Jusufi, nxënës e klasës së 7 pranë shkollës fillore komunale Liria Shkop. Ne si nxënës jemi shumë të lumtur që kemi marrë pjesë në klubin leximor bashkimi, i cili realizohet në kuadër të shoqatës kulturore Vizioni M. Falenderoj arsimtarët tona që pa hezitim na ndihmojnë dhe në çdo lexim na pajisin me libra dhe lapsa dhe na shpjegojnë fjalët e panjohura. Gjatë një periudhe shumë të shkurtër kohore, ne kemi arritur të lexojmë 2 libra, Luli i Vocër dhe Peshku i Zi Vocrak. Por kjo nuk do të thotë se këto janë librat e fundit për këtë vit. Ne do të vazhdojmë të lexojmë libra tjera.
Përshëndetje, unë jam Mezana Demiri dhe jam nxënëse e klasës së 9, mësoj në shkollën fillore komunale Liria. Ne jemi shumë të kënaqur nga klubi leximor Bashkimi që zhvillohet në kuadër të shoqatës kulturore Vizion M. Gjithashtu shprehim mirënjohje ndaj arsimtarëve, të cilët vazhdimisht na kanë mbështetur në orët e leximit, na pajisojnë me libra, me mjet e shkrimi dhe na shpjegojnë në fjalët e panjohura. Në klaset e 9 deri më tash kemi lexuar këto lektyra. Ditarin nga Ana Franku dhe Princi i vogël Antonio de Sont. Ndërsa gjatë pushimeve do të vazhdojmë të lexojmë edhe një lektyrë tjetër shtesë që ta zhvillojmë leximin ton, ndërsa do të marrim pjesë edhe në garat e leximit. Do të marrim pjesë edhe në garat e leximit, ku me synim që të fitojmë, ky aktivitet na afron me librat dhe na largon nga mjetet sociale, që të komunikojmë më mirë dhe libri është miku më i mirë i njeriut. Përshëndetje, unë jam Rona Krasnic, nxënëse e klasës 8 pranë shkollës fillore komunale Liria Shkup. Ne si nxënës jemi shumë të kënaqur që kemi marrë pjesë në klubin leximor Bashkimi, i cili realizohet në kuadër të shoqatës kulturore Vizioni E. I falenderoj arsimtarët që na ndihmojnë në çdo orë edhe për fjalët e panjohura. Deri tash kemi lexuar lektyrat Juvenilja dhe Për ty dhe më tutje kemi lexuar lektyra tjera. Unë me grupin tim kemi punuar një herë, kemi vizatuar disa elemente të romanit Shpella e pirateve, ato si për shembull Ania, deti, shpella, disa peshq dhe zogjët duke fluturuar. Ne si grup kemi punuar këtë punim nga libri Peshku i Zivët Srak dhe tani do të filloj me prezantimin e punimit të Hamerit. Ne kemi vizatuar peshkun e Zivët Srak, i cili ka qenë në një rrezik, por për fat të mirë ai ka shpëtuar. Dhe kemi vizatuar dhe disa detaje të detit. Çka më ka pëlqyer te ky libër është vetbesimi i peshkut, sepse ka pas shumë besim në veti dhe ka dalë prej mpellk me vizitu krejt botën. Unë me grupin tim kemi vizatuar kopertinën e lektyrës Ditarin nga Ana Franku, ku këtu kryesisht kemi vizatuar Ana Frankun, e cila shkruan në ditarin e saj. Ajo tregon ndjenjat dhe emocionet që i ka gjatë luftës. Ajo është e fshehur me një shtëpi dhe me familjarët e saj, ku ajo shkruan çdo ditë për 2 vite në ditarin e saj. Ajo tregon se është shumë rëndësishme një adoleshente e fshehur larg botës së jashtme dhe natyrës. Qëllimi i shoqatës kulturore Vizioni M është i qartë, të kultivojë dashurinë për librin dhe të ndërtojë një brez të ri të vetëdijshëm, të arsimuar dhe të përgatitur për sfidat e së ardhmes. Klubi leximor Bashkimi nuk është vetëm një projekt arsimor, është një investim në mendjen, shpirtin dhe të ardhmen e fëmijëve tanë, sepse aty ku lexohet, aty ndërtohet e ardhmja.